po në secilin variant atëherë është seancë e dështuar. Shumë e rëndësishme që Kuvendi Komunal i Prishtinës, si institucioni më i lartë i kryeqytetit, të trajtojë edhe çështje tjera, jo veç prona dhe jo veç plane urbanistike. Jo base sot edhe mund ta ndryshoni rendin e ditës, ne kemi disa mungesa këto, siç po shihet. Po në secilin variant atëherë është seancë e dështuar. Ne nuk votojmë me ndryshu ky rend i ditës, ne nuk votojmë pika me shti në fillim të rendit ditës pika që kanë të bëjnë me prona, pika që kanë të bëjnë me plane urbanistike që janë të jashtëligjshme. Nëse përkthejmë saktësisht se çka po kërkon shefja e grupit Lidhjes Demokratike të Kosovës, sigurisht në koordinim me Përparim Romën, është kthimi i një rendi të ditës ku pikë e dytë e rendit ditës është hartimi i planit hollësishëm rregullues për Çagllavicën. Kthimi në fillim të kësaj pike dhe anulimi disa pikave më rëndësi, siç është subvencionimi i ndërmarrjes, pastrimi me situatën me menaxhimin e mbeturinave, diçka që ka folë publikisht Përparim Roma dje dhe ka thonë kena me propozu një diçka që është propozu tashmë në Komitetin për Politikë dhe Financa. Kush është për propozimin e Jeta Rapunës, edhe kush është kundër propozimit Jeta Rapunës? Pa në rregull. Votojmë tash. Me 22 vota për, 24 kundër, një abstenim. A në rregull tash. A në rregull tash. Ja, jemi ma mësë largore një të përsi që në shumë. Jemi mësë më largore. Vazhdojna me pike në partë të rendit ditës. Bëjmë në Osmani, qëka propozim partimi? Në rregull, s'ka, atër vazhdojmë me pike në partë të rendit ditës. Forumin. Kemi një qeverisje e cila interesin e vetë, e që po të bëj kryesisht me çështjet pronave, të planeve urbanistike të paletshme, i ka vënë para çdo interesi qytetar. Sot e kishim një rend të ditës miratuar në Komitetin për Politikë dhe Financa, duke filluar nga raportet financiare për vitin 2024 dhe 3 mujorin e parë të vitit 2025, kishim planin për barazi gjinore, kishim një strategji për kulturë që është 6 muaj të prit Kuvendin Komunal, mirë po e pat, kryetari Roma iku siç ka ik vazhdimisht nga detyra dhe nga obligimet që i ka ndaj qytetit dhe ndaj qytetarëve. Pra, siç e pat edhe ju, në seancën e 4 të rregullt të Kuvendit të kryeqytetit, që është thirrë nga vetë kryetari i komunës bashkërisht me kryesuesin, në propozimin që erdhi nga qeverisja e kryeqytetit, që të kthehet një rend i ditës, ku në atë rend ditës nuk do të ishin pikat e propozuara për ndihmën me financim të situatës, për menaxhimin e mbeturinave, situata me qendrën ndërkombëtare, raportimi për çështjet financiare ku, siç e dimë, mbi 10 milionë euro në vitin 2024 përmbaruesi ka marrë paratë taksapaguese të kryeqytetit për shkak keq menaxhimi të kësaj qeverisë. Kemi pas një ndërhyrje, do të thënë nga komiteti që është jo kompetent
në këtë rast dhe janë shtuar pikat e rendit të ditës për cilat as ekzekutive dhe konsiderej as asamblea nuk ka qenë para përgatitur. Ka qenë prezent edhe kryetari Rama në këtë takim? Prandaj, për cilin takim e keni fjallën? Kur është ndryshuar profika? Komitet, jo, zakonisht komiteti i mban këto takime me drejtorët që kanë tema për shqyrtuar, dhe prandaj është një procedurë cilën ne kemi kërkuar që të rikthehet të ligjshmëria saj përket përpilimit të rendit të ditës dhe diskutimit të pikave në seancën e Kuvendit Kombëtar.